pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. Të kesh gjithçka, ai pra që di të bëj mirë dhe nuk e bën, atij është mëkat. Jakobi kapitulli 4 vargu 17. Në librin e saj me titullin Të kesh gjithçka, psikologja Deborah Lee citon fjalët e një konsulenti investimesh duke thënë: "Të kesh punë dhe familje është një plus." Ajo thekson se një dosje që nuk ka as shumë as pak është më e sigurt se sa të pasurit e të gjithë fondeve në një kompani. Pyetja është kjo: a mund të kesh me të vërtetë çdo gjë? A mund të kesh një punë që të shpërblen dhe një familje të lumtur, një punë shumë stresuese me shumë kërkesa dhe një rrogë të mirë, në të njëjtën kohë që je një nën ose një baba i cili është i pranishëm për fëmijët? A mund të kesh sukses në biznes dhe prapë të jesh i pranishëm kur fëmia yt të hedhë hapin e parë ose të dëgjoj topin për herë të parë me skuadrën e shkollës? A mund të ulesh në bordin e korporatës dhe të jesh i pranishëm në ditën e prindërve kur mësuesja e klasës së parë të vajzës suaj t'ju tregoj nënave dhe baballarëve se sa mirë lexon Tereza e vogël? A mund të keni gjithçka? Para se të vendosni, dëgjoni një herë zemrën tuaj për 3 minuta në vazhdim. Shtëpia normale dhe përgjegjësitë në familje me biznesin kërkojnë aftësinë e një prerësi diamantesh dhe ekuilibrin e një ecësi militar. Të dish kur do të vendosësh prioritete është padyshim çelësi i të gjithë kësaj çështje. Por unë për vete jam i bindur se është e mundur të kesh të gjitha dhe të bësh gjithçka. Nuk mjaftojnë orët e një dite dhe nuk mjafton energjia emocionale për të matur pritshmëritë e pavërteta që shoqëria, puna dhe ndërgjegja jonë i vendos mbi ne. Kjo kërkon vendime të vështira për atë që është e rëndësishme në jetë, veçanërisht për projektet afatgjatë. Padyshim që do të ketë gjithmonë nevoja specifike si në punë edhe në jetën shoqërore, që kërkojnë orë dhe energji shtesë, por të vendosësh se çfarë është e rëndësishme dhe më pas të marrësh një varg vendimesh në dritën e atyre qëllimeve kryesore që ju ndihmojnë të vendosni që të bëni dallimin dhe të thoni: "Më vjen keq, por përgjigjja ime është jo." Një fjalë paralajmëruese. Afirmimi i vlerave afatgjata shpesh herë kushton që të sakrifikojmë vlerat afatshkurtra. Mirë, mbase nuk merrni ngritje në detyrë, rritjen e rrogës apo bonusin e veçantë, por jetoni pa shumë stres dhe mbase mund t'i shihni fëmijët tuaj të hedhin hapin e parë dhe të jeni atje kur djali juaj të luajë me top në park apo kur të marr fletën e lavdërimit në shkollë. Padyshim që kjo ka rëndësi. Pjesë e gjithë kësaj çështjeje është: kush është në kontroll të jetës dhe asaj që ju ndodh? Ju apo punëdhënësi juaj? Kush është më i rëndësishëm për ju? Plotësimi i ëndrave, përmbushja e pritshmërive, apo kapërcimi i presioneve të botës së punës? Në fund, kur ju kuptoni se jeta juaj ka qenë një garë minsh, ku minjt janë ata që kanë fituar, atëherë është koha që të ktheheni dhe të bëni vetes këtë pyetje: çfarë është e rëndësishme për mua? Një nga arsyet pse është kaq e vështirë për ne që të pranojmë këtë çështje, është sepse kemi harruar rëndësinë e të qenit nën ose baba. Shumë kohë më parë, kemi harruar që dora që tu ndjepin është dora që sundon botën. Vitet e pakta të prindërimit mbarojnë shpejt, por vitet e korrjes vazhdojnë në brezin tjetër. Të kesh gjithçka është një term kontradiktor, një lloj kontradikte e termave. Ajo që doni në të vërtetë është ajo që do të përcaktojë në fund se çfarë merrni. Po, jeta ka të bëjë me ekuilibrat. Ashtu si zhongleri që ka topat e kristal në ajër që nuk kërcejnë përpjet, po ashtu dhe ju duhet kuptoni se nuk ka mundësi të dyta. Jap se vendimet e marra me kujdes dhe lutje do të sjellin shumë fitime. Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radioviz7.net.